Mi mbrëma të dashur shqiptar, kudo që ndodheni në Evropë, në gjithë globin, sidomos shqiptar që ndodhen brenda në tokën e Shqipërisë, Kosovë, Malzi, Maqedoni. Të dashur shqiptar, unë nuk kam përsëritur përsëri, po e përsëritëm sot, dhe e shikoni në krahun e tim të djathtë shihni një peshore dhe çekan. Gjyktarët e Shqipërisë, prokurorët e Shqipërisë kanë 32 vjet që tallen me shqiptarët në përgjykje i shtyrën çdo ditë. Ne lajmëruam gjyktaren mbrëm që të fillonte dhe ta mbaronte sot gjyqin që e fillovi më 9:30. Dhe i mja kohë, gjyktare, unë po them përsëri, jam drejtuar Kamrën që të shoh ty e më shikon në sytë. Gjyqin duhet ta kishe përfunduar. Pavarësisht se e shtyve deri në datën 23 të mërkurë. Gjyktare, mos u tremb nga avukatët e ti. Avukatët e ti kanë bërë pazare, kanë marrë shumë para, në shumë drejtime, po i kanë ndarë dhe parat, ne e dim. Nuk po e themi sot, po unë po flas para shqiptarëve që presën pa durim, ditët që të arrestojnë që të gjithë. E di të dashur shqiptarë që prisin datën 15, po, do arrestojnë këto ditë të gjithë. Pra e shtyrën qëllimisht, gjoja vonë, dhe e shtyrën mbasi datës 23 në orën 9. Po ashtu edhe pash dhe avokatin e tyre, Gjykutën. Gjykuta është një avokat, një mashtrus. Mashtron njerëzit, vetëm me vetëm për të marrë para. Edhe ai shumë shpejt do arrestohet, edhe ai do gjykohet para shqiptarëve për demet që i ka bërë kombit shqiptar, për gjyqjet që i ka avancuar çdo herë që paraqiten në gjyq nxjerr nga një. Dhe sot përsëri e shau spakun. Gjyqtare, data 23 duhet ta përfundosh komplet. Duhet të arrestojnë njerëzit që janë fajtor, edhe ata që janë në burg, edhe ata që ke lënë në shtëpi, sepse i kanë bërë dem këtij kombit dhe vendit të Shqipërisë. Unë thash që gjithë Shqipëria i ka syt ke ju. Dhe ligji ndërkombëtar po shkon, siç po bën. Ti je gjyqtare, unë të falderoj sot që ti e hape gjyqin, pak a shumë me vonesë, por e hape gjyqin. Pra në datën 23, unë të këshilloj, ligjin e di shumë mirë, ligjin e Shqipërisë, ky është ligji i Maliqit, po unë di edhe ligjin ndërkombëtar real. Pra në 23, përfundoi gjyqin. Shpjere për të gjykuar kush është i fajshëm, sipas ligjit të dënohet. Por nuk është vetëm ajo, por dhe konfiskimi i pasurive që ata kanë bërë. Të dashur shqiptar, unë e flas më përpara se kë priti në aeroportin e Tiranës Fatmir Mediu. E priti atë zotni që ka marrë shumë para. Jo qindra, po mira, miliona e miliona dollar. Unë thash i radhë e parë që ai ishte verifikim. Ai zhgosi qeshën, bashk. I rajnë krahët njëri tjetrin, do me thënë, bëjnë kashi shqiptarve që ua kanë marrë parat, po i shkrin që të gjallë. Pensionistët nuk u del pensioni për ujë, po le për bukë, po le për ilaçe. Pra, këta njerëz të dashur shqiptarë nuk kam thënë, vendi i burgut e shumë pak për ta.
Shumë pak. Dashur shqiptar, ai zotnia që ka ardhur nga Amerika foli në tribun. Unë e nxora dhe parë dhe tha, po e kthej shqip, ju do të dëgjoni edhe anglisht, edhe në shqip. Ai tha që Partia Demokrate në Amerikë e bëri parti komuniste, socialiste, dhe e tha, desh të burgoste presidenti që ndodhet sot. Dashur shqiptar, ajo nuk është parti komuniste. Në Amerikë janë dy parti, Partia Republikane dhe Partia Demokrate. Ato janë pothuaj gati të njëjtat. Kur është çështja e kombit, ata janë të bashkuar. Dashur shqiptar, zotnia që fola e bëri Partinë Demokrate në Amerikë komuniste. Po ashtu tha, dhe për kryeministrin e Shqipërisë, e përmendi tekstualisht kështu, më 2024 Amerika socialiste desh ta fuste në burg presidentin e Amerikës. Dashur shqiptar, presidenti i Amerikës ka vajtur 28 herë në gjyq, që është ordinere, jo politike. Pra, zotnia ka erdhur këtu dhe e zuri dhe kryeministrin e Shqipërisë. E tha, më 2025 socialistët duan të zhdukin demokratët, jo shqiptarë. Ata nuk zhdukin demokratët, po zhdukin njëri tjetrin të korruptuar, si PS-ja dhe PD-ja a janë së bashku. Unë thash që zotnia s'ka erdhur në emër të Amerikës, në emër të Kongresit, në emër të Senatit, edhe me keqja. Berisha ka thënë që ai ka erdhur në emër të kryetari i Partisë Republikane, që ai se një fare Amerikën, as Republikën, as Demokrat. Ai xhambas. E ka erdhur. Po sot në mëngjes të dashur shqiptar, kanë erdhur për të verifikuar nga Amerika ata njerëz që janë e që arrestojnë, po e shikojnë ku vete e ku hynë, ku vjen parat dhe si transportohen natën. Dashur shqiptar, nuk mund të gënjej. Ashtu, të nesmen, pasi thash unë, bëri një intervistë në televizorin Klani, edhe ka edhe emrin të bukur, Klani i klaneve, i tradhtisë anti-shqiptare, dhe e tha, me gojën e vetë, se u tremb, unë tha jam privat, pra ish privat. Të dashur shqiptar, mos e shgoni fytyrën e tij. Unë nuk kam thënë si PD-ja dhe PS-ja, dohen të gjithë në burg. Pa përjashtim asnjë. Fatmiri duhet arrestohet urgjent këto ditë. Jo vetëm Fatmiri, po të gjithë ata që hodhë bombën atomike, që o hodhë me armët dhe plasën mina e të gjitha. Pra, ajo nuk harrohet. Kanë vrarë shumë njerëz, shumë fëmijë, nënat e tyre qajnë natë e ditë, sepse nuk është gjetur e drejta. Po janë tallur, dhe në përgjyqet, gjyqtarë, të gjithë të Shqipërisë, nuk e kam vetëm për gjyqtaren që ishte sot, po e kam për ju gjyqtarë, për ju prokuror. Erdhi fundi. Nëse e doni kombin, nëse e doni veten, nëse e doni fëmijët tuaj, gjykoni. Gjykoni realitetin. Arrestoni të gjithë ata. Në të kundërm, dhe ju jeni në listën e zezë. Dashur shqiptar, janë mbi 200-300 veta në listën e zezë. 84 janë të quajtur analist. E kam fjalën për ata gazetarë që dalin çdo ditë televizor. Ka disa ditë janë ulur, po jo. Pasuria e tyre do konfiskohet. Do marrën dënimin e merituar, sepse televizorët i kanë kthyer në çështje ordinere. Qëllimisht që të ulën vlerën e shqiptarëve, të ulën vlerën që ne kemi një nder. Shqiptarët kanë vërtet një nder, kanë një besë, kur i thonë mik e i thonë mik. Por nuk ishte parë ndonjëherë për televizorit që të
shikojnë nud. Nuk është parë do një televizor disa fytyra që flasën për qartë. Edhe gjuhën shqipe e kanë deformuar. Të dashur shqiptar e kanë deformuar se janë pa shkollë, janë pa edukat. Mendojnë se din dojnë gjuhë tuaj, jo. A i shikoni televizor, veshjet e tyre shumë të shtrenda. Pyetja është, nga i gjetën parat? Përgjigjja është, kanë vjedhur shqiptarët, kanë vjedhur emigrantët që kur sjellën para për të disur shtëpinë e tyre. Kanë 32 vjetë që sjellën nga emigrimi dhe akoma se kanë mbaruar çatin. Sepse kryetari i komunës veti kërkon para. Të nesmen i dërguar nga bashkia e rrethi i kërkon para. Ditën e tretë vete policia, sepse shefi i policisë e dërgon që të marrë para. Këtu ka arritur shqiptar. Erdhi fundi tyre. Ne na shkruajnë me qindra në ditë. E njëherë të dashur shqiptar, unë nuk dua luftat. Unë dua që ju të vini sa më parë, intelektualët, të rinj, të çdo kategorie, inxhinier, doktor, të thjesht, të vinë të regjistrohen, sepse këtu do ketë punë. Qeveria do të bëhet për 3 muaj qeveria teknike, qëllimisht për të bërë kushtetutën dhe programin shqiptar. Unë nuk kam thënë që në fillim, pensionistët e fillojnë me 600. Policia e fillon me 2 javë 1200. Arsimi e fillojnë me 1200 në muajt për nxehtësit e ulët që nga foshnjorja deri në klasën e 5. Nga e 5-a në gjimnas do marrën më shumë. Do arrit deri në 2500 në muaj. Dashur shqiptar, këta janë tallur me ju. A e shihni Berishën, qaflet, i ka marrë nga programi jonë. Para ca ditëve tha $200, pensionistët. Dje tha 500, 600, edhe ai s'di ç'a thot. Po mirë më zoti Berisha, 32 vjetë. Çfarë ke bërë? Edhe thua 7500 që të heqë. Po mirë zoti Berisha, pse se ke hequr 7500? Po ti e ke firmosur atë në 90-ën, që unë kam qenë vetë. Unë nuk dua të them shumë gjëra Berisha, ti e di fare mirë për mua. Ti e di fare mirë kur kam erdhur në 90-ën, 23 nëntor. Ti e di mirë që unë kam marrë Berishë. Ti e di mirë në tavolinë kush ka qenë. Ti e di fare mirë kur të erdha me mision amerikan, jo personal, a ditë që u bëre president mbas një jave. A e mban mend kur të erdha në tavolinë, po e them hapur para shqiptarëve 7 veta? A e mban që ulëm në tavolinë e nuk pranova të pinje kafen, ti ndërrova finxhanët dhe ti u kuqe, e ti thrite kuzhinerin? A e mban mend të gjëra? Unë të erdha për të thënë çfarë do bësh me shqiptarët. E bërën të kundër. Ke thënë shumë kohë që ti ke futur në NATO. Jo Berisha, NATO e ke futur unë. Në fakt e ka futur presidenti George Bush. Mendimet tonë, sepse unë jam në Amerikë, nuk kam vajtur emigrant pune, po jam emigrant politik të Gjenevës kur kam vajtur. Pra, puna ime nuk kam vajtur për të pastruar restorantat, po kam vajtur për të punuar, për të mbaruar universitetin, për të mbaruar shkollën, atje ku duhet, atje ku jam, e ku ndodhem edhe sot. Unë a them shqiptarëve, dashur shqiptar, programi im, misioni im, është që Shqipëria të bëhet me kufi natyror. Të bëhet. Unë kam thënë që lufta e tretë botërore për një 2 shtete fillon. Turqia i largovi ushtarët drejt Evropës. Do me thënë,
drejt Adriatikut. Pra, lufta do filloj. Por, jo në Shqipëri, jo në Malëzi, jo në Kosovë, e jo në tokën e Shqipoja, në Maqedonin tonë. E jo, qamëria nuk do plasi, po do të marrëm qamërin. Do ngrem lapidarit që kanë vrarë grekët, edhe gratë shtatzane, i nxjerrin zorrën dhe fëmijë, janë të gjithë fotografuara, janë të gjithë të regjistruara. Qamëria është tokë e shqiptarëve. Kosova është tokë e shqiptarëve. Maqedonia e Aleksandrit të Madh është shqiptar. Shkodra, Malizi, Teuta janë shqiptar. Pra, e di, të dashur shqiptar, që keni 100 vjet në vrasje. A e di fare mirë që në Lezhë dhe deri afër Beogradit që shtoka jonë, patriotët janë vrarë. U vranë, pa besë. U vranë gjithë shqiptarët, sidomos fëmijët e tyre i intrenuan, u morë shtëpit. Në kohën e komunizmit nxirrin nga shtëpia dhe e linin prapaderës me ditë, me muaj, në shtëpinë e vet, në shtëpinë e stërgjyshve, në shtëpinë që në kohën e Skënderbeut, të Teutës, të Aleksandrit. Këto ka bërë bolshevikët. Pra komunizmi ishte si emër në Shqipëri, por serbët kanë vrarë patriotët. Ashtu dhe jugu, që ka luftuar labëria me grekët. Sidomos, shumë herë i kanë përzënë grekët deri në kufit. Por, mund t'janë thyer, po kurriz nuk ja ka kthyer. Ja pra dashur shqiptar, jemi gjallë. Jemi gjallë, ejani pra në toka e shqiptarëve. Kudo që jeni në përbot, ktheuni sa më parë. Sot, përsëri pata një zonjë të nderuar, erdhi nga Amerika, nga Florida. Erdhi sepse do Shqipërinë. Ka disa vite në Amerikë, 5-6 vjet. E do Shqipërinë. Më vjen keq, tha, të ri. Jam e rahatshme në Florida. E di dhe ku ndodh që, në vendin më të bukur të Amerikës. Po erdhi që e do Shqipërinë. E janë i shqiptar. E janë i sa më shpejt. Këta të gjithë dojnë në burg. Unë u them e njëherë të korruptuarve. Unë u them të 1820 deputeta që kanë qenë për 32 vjet. Ata që janë gjallë. Dorëzoni janë e vjedhur, i dim ku i keni parat, i dim edhe sa keni. Një për një. Vilat që i keni, si janë tuajtë më. Parat që kishtë në përbank, janë të blokuara. Dili para shqiptarve, kërkoni falje, që t'i rrisni fëmijët, të ini edhe shqiptar. Nëse ju nuk e bëni, e keni me ditë dhe ju. Ti 1820 deputet për 32 vjet. E kam fjallën 32 vjet shqiptarë, se ju e thoni 35. Unë e kam fjallën që atë ditë që Berisha u ullë në Karriket. Që atë ditë që 7501 e çmërzuan për të vrarë shqiptarët vëlla me vëlla. Të dashur shqiptarë, të gjithë ata që kanë patur pasuri, do të marrë. Shqiptarë nuk kanë qenë aq të pasur. Kanë patur tokë, kanë patur bujqësi, blegtori, do të marrën. Po do marrën ekstra. Juve do të duket e çuditshme. Janë 1.200.000 vila dhe hotele në Bregdet. I kanë bërë të huajt, menduan se na e hodh. Po jo. Ata se dinin planin ton. Pra do t'i gëzoni ju shqiptarë. Unë e di që ju s'keni shtëpi. Unë e di fare mirë që jetoni mi dhomë. Shumë të rinj nuk martohen se s'kan shtëpi. Ku të venë? Janë pa shtëpi. Shumë njerëz janë në emigracion, nuk kthehen dot, se s'presën dot biletën që të vinë, sepse kanë hallet e tyre. Kanë fëmijë. Kanë të udisën shtëpinë e tyre me qira. Pra,
Dashur shqiptar, unë desha të thoshe e ndi qka tjetër, po do të le për radhën tjetër. Do habitin e ju. Ka shumë rëndësi. Ka shumë rëndësi. Po vetëm një do të themi, do të kuptoni. Është viti 90. Do filloj gazerua. Dofta më kuptoni. Dofta do më kuptoni shumë mirë. E lem që në kohën e komunizmit të Ramizit, gazerua. Fillon nga e para. Kush është i Zoti, kap karriken. Kush është i Zoti, me tregëti. E njëherë të dashur shqiptar, para se të them në të mirë, ju uroj nga zemra, Krishtlindjet, Pashkët, si krishterët, si ortodoksët dhe katolikët, sepse janë ndarë në 3 pjesë. Por, e njëherë, gëzuar Pashkët, dhe mos rini të qetë, dhe i sa të bëjë Shqipëria me kufi natyror. Mos u gënjeni, se nuk ka zgjedhje, ka restime. Natë e mirë dashur shqiptar, shikojemi të martën, me qenë se të henën e kanë këthyre për Pashkët. Ure kam ditur që është djelë, por po e kthejnë të henën. Këta zotni shqiptar, po e kthejnë si të duan, beri Pashkët të djelën, e të henën, behuan i qefi këtyre. Këta kërkojnë të ndryshojnë fetë tona, të dashur shqiptarë, si musliman, katolik, ortodoks, betash në gjej, ne jemi një racë. Ne jemi i këti flamurit, ne jemi i shqiponjave, pamarësisht, nuk la fut do të mërshër njëri, ti e musliman dhe ti katolik krishterë. Natë në mirë dashur shqiptar, jep lja dorë njëri tjetrit dhe Shqipëria me kufin natyror, që në Kosovë, Maltëzi, Maqedoni dhe qamëria jonë. Natë në mirë.